E pra të dashur miqtë mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV. Do të flasim tani për dy personazhe, në fakt janë të ndryshme, por ne kemi përzgjedhur që t'i sjellim në një përmbledhje. Do të flasim për Egli Takon edhe Denisa Bajramaj. Denisa Bajramaj, që ditën e djeshme është shumë e komentuar dhe publiku janë shumë kurios të dinë se si qëndron shëndeti i saj. Do të thënë bëhet fjalë për bashkëshorten e tiktokerit njohshëm Kozakut, e cila në fakt 2 ditë më herët ka kryer një aksident automobilistik ku gjendja e saj në fillim u përshkrua shumë e rënduar, duke patur edhe fëmijën 8 muajsh në bark, por Denisa ka folur ditën e sotme për herë të parë për të gjithë me një mesazh shumë të ndjerë që tregon atë se çfarë ka përjetuar, por njëkohësisht unë ditën e djeshme u asolla edhe videon ku Kozaku ishte tepër i thyer shpirtërisht me mjekësinë e qytetit të Lezhës, të cilët nuk e kishin trajtuar Denisën ashtu siç duhet. Denisa, bashkëshortja e tiktokerit Kozak, ka ndarë një rrëfim prekës nga spitali vetëm një ditë pasi përjetoi një aksident automobilistik që e tronditi thellë. Lajmi i mirë se ajo dhe bebi saj janë në gjendje shumë të mirë shëndetësore. Do të thënë ishte ky halli më i madh i Kozakut, normal si çdo bashkëshorti, çdo babai që ka hallin më të madh që të mos humbën fëmijën 8 muajsh, do të thënë fëmijën që do të vi edhe pak në jetë për çiftin, por shqyr Zotit, bebi është në gjendjen më të mirë shëndetësore. Përmes disa postimeve të ndjera në Instagram, Denisa ka reflektuar mbi përvojën e vështirë, duke e cilësuar si një provë të fortë shpirtërore. Ajo e përshkroi aksidentin si një moment që i ndali frymën dhe i mbushi zemrën tepër me frikë, duke e vënë përballë realitetit të brishtësisë së jetës së saj. Denisa thotë: "Dje Zoti më vuri përballë një prove shumë të fortë, një aksident që më ndali frymën dhe më mbushi me frikë", ka thënë ajo, duke treguar se në atë sekonda mendja dhe zemra i shkuan vetëm te jeta që ajo mbante brenda vetes së saj. Denisa thot fatmirësisht gjithçka ka përfunduar pa pasoja serioze. Denisa gjithashtu konfirmoi se si ajo, ashtu dhe bebi janë mirë, duke shprehur lehtësimin dhe falënderimin të madh. Në atë moment mendova vetëm për bebin tim. Fal Zotit, si unë, si ai jemi shumë mirë. Këtu Denisa konfirmon që domethënë bebin tjetër e pas ka djalë. Ngjarja e ka shtyr atë të bëjë edhe një thirrje ndërgjegjësuese për të gjithë ndjekësit e saj, duke i ftuar të tregojnë më shumë kujdes në rrugë. Një moment, një përplasje dhe gjithçka mund të ndryshojë. Ju lutem kujdesuni për veten dhe për njëri tjetrin, shkruan ajo në rrjetet sociale. Denisa konfirmon që është shumë mirë, domethënë dhe është në gjendjen tepër të mirë shëndetësore të saj. Nga Denisa do të kalojmë tek e preferuara juaj Egli Tako. Egli Tako, siç duket, nuk është se ka përjetuar shumë keq këtë dramën e madhe që nuk do të jetë moderatore në klubin e fansave në televizionin Top Channel. Ajo përkundrazi, duke falenderuar të gjithë ndjekësit e saj për dëshirën e madhe që kanë patur që Egli të ngjitet në atë skenë dhe t'i përjetoj edhe një herë ato emocionet ashtu siç i përjetoi me Big Brotherin e saj, Egli ka bërë një gjë shumë interesante. Ka sjellur në Instagramin e saj një fotografi ku tregon linjat e trupit, ku tregon një trup jashtëzakonisht të bukur, shumë tërheqës, një vajzë e cila domethënë kujdeset shumë për veten e saj, pa marrë parasysh se çfarë angazhimesh do të ketë, dhe duke i treguar publikut që ditën e sotme do të takohemi në Yes Day, në Yes Day-in e sotshëm që pritet që në fakt jetë një Yes Day jashtëzakonshëm ku Egli përjeton emocione të ndryshme, tregon emocione të ndryshme, nuk ka shansa që të ketë puntat që Egli nuk qan, që Egli nuk derdhën lot dhe Egli nuk emocionohet. Domethënë e përjeton aq shumë shpirtërisht të gjë sa që është lidhur shumë me televizionin Top Channel, me emisionin e saj dhe realisht puna e medias më besoni që të bën që të familiarizohesh. Okej, është e rënd psikologjikisht sepse ti duhet mendosh se çfarë të bësh
vësh për publikun, por të bën që ti të familiarizohesh dhe tek Egli unë shoh një lloj familjarizimi në këtë rrugtim. Do me thënë, Egli siç duket ka arritur qëllimin e saj, ka arritur atë që ajo në fakt e kërkoi me shumë ngulm, luftoi për gjën e saj, luftoi tepër, ka qenë një Big Brother jashtëzakonisht i lodhshëm për Eglin, u bë tema kryesore të gjithë mediave erose, të gjithë portaleve, tituj gjigant, tituj të cilët në fakt edhe të trëmbin kur i shikon, por Egli siç duket i përjetoi me shumë dashuri dhe i mori me shumë emocion të mirë dhe sot qëndron në këmbë por shumë e fuqishme. Ajo ndjet shumë e lumtur për këtë rrugtim dhe me shumë krenari po na tregon që do të takohemi ditën e sotme në Jezdej, në fakt në Jezdejn që i kanë mbetur edhe pak edicione. Ku do ta shohim Eglin së shpejti? Unë kam arritur të kuptoj që Egli do të merr përsipër një rrugtim tjetër televiziv, përpos që do të sjellën këngën e saj të bukur, që është një baladë e punuar me shumë përkushtim dhe shumë dashuri nga ana e Egli që do të vi shumë shpejt, pikërisht tani në prag të festave të fund vitit, që më thënë festat vazhdojnë edhe në muajin janar, festat e Krishtlindjeve të ortodoksëve, por gjithsesi do më thënë Egli mes të dy pal festave, unë kështu do t'i quaj, do sjellë një këngë e cila ka të bëjë me dashurinë, ka të bëjë me romancën, ka të bëjë me emocionin, por në sezonin e ardhshëm, që nënkupton sezoni vitit 2026, Egli do të vijë edhe më fuqishëm në skenë ndryshe nga ajo se çfarë ne kemi parë. Unë dua të marr mendimin tuaj, ku dëshironi ju tashmë ta shikoni Eglin përveç se tek klabi i fansave.